Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص والمتابعة في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل ونعوذ بك من النار ومن قرب إليه من قول وعمل. آمين. Të gjitha lëvdadat, falëndrimet, lavdrimet me dashuri, madhrim dhe përulje janë për Allahun Zotin e Aleminit. Salavatet dhe selamet e sinqerta, të plota dhe përsosura janë mbi krijesën më fisnike të përzgjedhurin mbi të gjitha krijesat, profetin ton Muhammed, mbi familjarët e tij, shokët e tij dhe të gjitha ata që pasojnë me përpikmëri rrugën e tij deri në ditën e llogarisë. Siç e sqaruam sebepin dhe shkakun e kësaj vizite, udhëzëve të nderuar, dhe vendosëm që kjo vizitë ishte vizitë vllazërore, edhe kjo këshill të jetë vllazërore edhe me qëllim përkujtimi, si thot Allahu i Lartësuar, wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Përkujto sepse vërtet që përkujtimi është i dobishëm për besimtarët. Allah na bëj prej tyre. Tema e këshillës që kemi përzgjedhur është nga i pyetje që ishte drejtuar dietarit të madh, kolosit të dijes në jugun e Arabisë Saudite, Sheikh Zeid ibn Muhammad al-Madkhali, Allahu mëshiroft atë, e kanë pyetur nxënësit e tij duke i thënë cilat janë gjërat të cilat nëse kapesh mbas tyre, pra kapet besimtari mbas tyre, shpëton nga zemrimi dhe ndëshkimi i Allahut dhe përgëzohet, lumturohet me shpërblimet e tij të mëdha. Thot Sheikhu, Allahu mëshiroft, në përgjigjen e tij, vërtet ato janë të shumta dhe nuk mund t'i numërojmë dhe përmbledhim në një ligjërat të shkurtër dhe këshill të shkurtër sikur kjo, por se do të përmendim disa baza asle të përgjithshme, nën të cilat degëzohen të gjitha punët e mira. Pra mbajini mend vëllezër, këto pika duhen memorizuar, se nën këto pika dhe këto baza degëzohen dhe derivojnë të gjitha punët e mira dhe të gjitha adhurimet që Allahu subhanahu na ka urdhëruar me to dhe kënaqet me to. Pra do përmendim disa baza të përgjithshme nën të cilat degëzohen të gjitha punët e mira dhe të devotshme. Dhe ato janë, padyshim, i pari në listë është tauhidi i Allahut, Zotit të botrave, pra veçimi i tij me adhurim, i cili është baza dhe themeli madhështor për realizimin e të cilit Allahu krijoi xhinët dhe ne njerëzit, që të punojnë me të dhe të realizojnë për atë në jetën e tyre dhe të ftojnë në të. Thotë i Lartësuari, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Pra nuk e kam krijuar gjinët dhe njerëzit për poshtë tjetër, vetëm se që të më adhurojnë. Prej tyre nuk kërkoj as furnizim dhe as që të më ushqejnë. Vërtet Allahu është furnizuesi i plot fuqishëm. Dhe ky një herazi është qëllimi me cilin Allahu zbriti librat dhe dërgoi pejgamberët dhe të dërguarit, ku thotë walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Vërtet patëm dërguar tek çdo popull një të dërguar që t'i urdhroi dhe t'i ftoi ata duke i thënë adhuroni Allahun dhe largoni nga taghuti, pra gjithçka që adhurohet përpos Allahut dhe është i kënaqur me adhurimin e tij. Dhe ky ishte një herazi dhe shkaku i përplasjes së pejgamberëve me armiqt prej popujve të tyre, dhe është qelsi i xhennetit. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men laqiya Allaha la yushrik bihi shay'an dakhala al-janna wa man laqiya Allaha yushrik bihi shay'an dakhala an-nar. Hadithin e saktë, kush e takon Allahun pa i bër ortak atij asgjë në adhurim do të hyjë në xhenet, dhe kush e takon Allahun dhe i ka bërë atij ortak diçka në adhurim, ai do të hyjë në zjarr. Pika e dytë ose gjëja e dytë që nëse kapim mbas saj shpëtojmë
dhe ruhemi nga zemrimi i Allahut është largimi dhe distancimi total nga shirku. Dhe kjo është pjesë e përkufizimit të Islamit. Islami vëllezër mbani mend, derisa ta memorizoni, është al-istislamu lillahi bit-tauhid. Ti dorëzohesh Allahut me tauhid. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'a. Ti nështrohesh dhe përush atij me bindje, wal-bara'atu wal-khulusu min ash-shirki wa ahli. Distancimi dhe pastrimi i veprave tua nga shirku dhe nga idhujtarët. Për largimi nga shirku qoftë ai pakët apo i shumt, i vogël apo i madh. Dhe distancimi, bojkotimi dhe armiqësimi i pasuesve të tij, sepse shirku është gjunahu më i madh në absolut. Siç ka ardhur në hadithin e Abdullah ibn Mas'udit, kur u pyet pejgamberi selam, po Ibn Mas'udi ishte që e pyeti cilat janë veprat më të dashura te Allahu, dhe po Ibn Mas'udi radhiyallahu anhu e pyeti ayu dhanbi a'zam, cili është gjunahu më i madh në absolut. Fa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Është ti vendos Allahut ortak dhe ai të ka krijuar ty i vetëm. Dhe Allahu lartësuar flet për dëmin dhe rrezikun shkatrimtar dhe vrastar të shirkut, thot inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allahu nuk e fal kurse si që ti bëhet atij ortak në adhurim, dhe fal poshtë këtij gjunahu ato që dëshiron nga gjunahet që janë poshtë shirkut. Dhe thot Allahu lartësuar i thot pejgamberit tij në vetën e dytë. Ligjërata është në vetën e dytë. Pejgamberi selam i thot: "Wa laqad uhiya ilayka." Ta është shpallur ty o Muhammed. "Wa ila alladhina min qablik", dhe pejgamberëve përpara teje. "La in ashrakta la yahbatanna 'amaluk." Nëse të bësh shirk, do të azgjesohen dhe anulohen gjithë veprat e tua. "Wa la takunanna min al-khasirin", dhe vërtet do të jesh prej të humburve dhe shkatruarve. Pra kur Allahu drejtohet pejgamberit tij, të cilin ai alhamdulillah ka ruajtur nga shirku. Pra nëse ti o Muhammed bie në shirk dhe më afrohesh me diçka që unë nuk e kam ligjëruar në adhurimin tim, do t'i azjesoj veprat. Pra shirku që nga anulues dhe azjesues dhe shkatërues i të gjitha veprave. Shirku i madh nuk mbetet asnjë vepër e mirë dhe asnjë shpërblim për veprat e tua. Thot i lartësuari: "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnuhu haba'an manthura." Thot për idhujtarët, u paraqitën veprat që patën punuar dhe u bëm ato pluhur dhe hitë shpërndar. Pra u shkatëroi Allahu dhe azjesoi të gjitha veprat. Dhe ka ardhur gjithmonë në ajete çfarë? Ftesa në tauhid dhe realizimi i tauhidit, ruajtja dhe distancimi nga shirku. Këto janë të pandara vëllezër. Ndaj kujdes, mos u mashtroni nga ata thirrsa dhe nxënësa ose pseudodietar që ftojnë në tauhid, por nuk e bashkangjithin dhe shoqërojnë ftesën në tauhid me paralajmërimin nga shirku dhe idhujtarët, dhe distancimi dhe bojkotimi i tyre dhe armiqësimi i tyre. Nuk realizohet tauhidi vetëm se me mohimin dhe ruajtjen dhe distancimin dhe pastrimin nga kundërt e tij që është shirku i madh. Dhe e përmendëm pra në hadithin e Mesudit, u pyet, por se në përsëritje ka dobi, ayu dhanbi a'zam, cili është gjunahu më i madh? Tha, është i vendos Allahut ortak në adhurim dhe ai të ka krijuar ty. Së treti, pra u fol për shtyllën e parë të Islamit që janë dy dëshmit, të cilat përmbajnë çfarë? Mohim dhe pohim, është kryerja e namazit. Ashtu siç e ka dëshiron Allahu dhe e ka ligjëruar i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam, mjaftohet besimtari me për rëndësinë e madhe të namazit, thotë i lartësuari: "Hafidhu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Hafidhu, kujdesuni fort për të gjitha namazet, në veçanti për atë të mesit për mesatarin, dhe qëndroni për Allahut qanitin, do thotë të porulur dhe të bindur. Al-qunutu huwa at-tadhallul wa ta'a wal khudu' lillahi rabbil alamin. Pra, ti jesh i bindur dhe i porulur Allahut, Zotit të botrave. Ose thotë i lartësuari: "Warka'u ma'ar-raki'in", bini në ruku me ata që bien në ruku. Ose thotë sa i përket për kujdeses për namazin në kohën e duhur, thotë: "Inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta." Vërtet namazi është obligim për besimtarët në kohë të caktuara, pra kohët i ka vendosur Zoti i botrave. Ka dërguar Xhibrin alayhis salam në ditë të caktuara dhe në vazhdim derisa i mësoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çfarë? 5 kohët e namazeve. Falej në fillim të kohës, pastaj në fund. E bëri këtë për të 5 namazet dhe i tha, namazi është midis këtyre dy kohëve. Dhe në hadithin e Mesudit që përmendëm pak më parë, u pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ayu al-a'mali yuhibbu ila Allah?" Cila është vepra më e dashur tek Allahu? Çfarë tha? Thot as-salatu fi waqtiha. Namazi në kohën e tij. Ose në transmetim,
Salatu fi awwali waqtiha. Namazi në fillimin e kohës së tij. Pra kjo është vepra më e dashur tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe dijeni, Allahu begatoft, dashurit e mi për Allahut, se vepra e parë që ti do të pyetesh ditën e llogarisë do të jetë namazi. Dhe do të merresh llogari për namazin tënd. Sigurisht nëse ke pas tauhid, se pa tauhid nuk pranohet namazi. Nëse ka rezultat pozitiv, atëherë gjitha veprat e tjera kështu do të llogaritën, siç u llogarit namazi me lehtësi dhe me pozitivitet. Nëse jo, çfarë atëherë dije rezultatin. Dhe Allahu subhanahu wa taala të gjitha obligimet shariatike me cilat na ka ngarkuar ne që jemi të përgjegjshëm për adhurimin e tij dhe për veçimin e tij me adhurim, ja ka shpallur zbritur për selam në tokë, në mënyrë Xhibril alayhis salam. Përveç namazit thoshte Ibn Taymini. Për këtë namaz e ngriti, pra ai u thoi natën dhe e ngriti në qiellin e 7 dhe e obligoi me 50 namaze, drejt për drejt, pa ndërmjetës. Pra ku obligua namazi? Në qiellin e 7. Do të thotë që ka rëndësi të madhe. Sa namaze ishin? 50. Tregojnë që Allahu e do shumë të vepërsh. Dhe elhamdulillah me këshillën dhe ndërmjetësimin ose ndërhyrjen e Musait alayhis salam, nga 50 Allahu i zbriti në 5, ato janë 5 në numër dhe 50 në shpërblim. Dhe për këto namaze është ligjëruar çfarë? Ndërtimi i xhamiave, marrja e abdesit, muezini, imami dhe për kryerjen dhe përmbushjen e namazeve me xhamat për burrat që nuk janë smur dhe janë vendali, Allahu subhanahu wa taala na ka premtuar 27 gradë, 27 shpërblime. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin që përcjell Ibn Umeri në sahih, ka thënë salatul jamaati tafdhulu ala salatil fadhi wal fadhu wal fard bi 27 daraja. Namazi me xhamat është më i shpërblyer, më i mirë se namazi robit vetëm 27 herë ose 27 gradë. Prandaj kush kujdeset për namazin me xhamat në kohën e dur, kjo është cilësia e besimtarëve dhe kush e neglizhon dhe humbet namazin, është e ditur se adhurimet e tjera ka qenë më neglizhent, siç thot Umeri radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe ka thënë namazi është si ajo kafsha jote. Ka përqendrim namazin e sabahut. Nëse ti e kap për freri që në fillim të ditës, ajo të bindet gjithë pjesën e mbetur të ditës. E nëse nuk e kap për freri që në sabah, ajo nuk të bindet ty gjithë ditën. Tjetra është dhënia e zekatit, pra nxjerrja e zekatit si adhurim, pra jo adet, dhe bindje për Allahun dhe përmbushje e të drejtës ka shërbet Allahut. Dhe thotë Ibn Taymini e përmend çfarë? Min tibi nafsik, pra ta japësh zekatin me kënaqësi, me dashuri dhe me ihtisaben, duke shpresuar shpërblimin që ka zekati. Çfarë është zekati, vëllezër? Është çfarë? Është pastrim dhe shtim. E pastron pasurinë tënde, zemrën tënde, shpirtin tënd, dhe e pastron pasurinë nëse ka pas një gabim, domethënë në një mangësi ose në një zullum në mbledhjen e saj, dhe është shkak për shtimin e pasurisë. Dhe është e drejta të varfërit. Në një shoqëri islame ku zekati domethënë funksionon dhe japin gjithë të pasur zekatin e tyre, çfarë? Urrejtja mes muslimanëve është e pakët, hasedi, zilia. Ai varfri kur ti shkon dhe ja jep zekatin dorazi, ja di shtëpinë, ja di hallin, dhe plus pasaj shton dhe sadaka që janë domethënë vullnetare, çfarë ai të do? Ai lutet për ty. Dhe ai kurse si nuk ka hased dhe nuk ka zili dhe nuk të armison dhe nuk të urren. Pra nxjerrja e zekatit, përmbushja e zekatit që është një nga shtyllat e Islamit. Dhe nuk i ka ndarë Allahu lartësuar çfarë thotë? Wa aqimu s-salata wa atu z-zakata. Kryeni namazin dhe jepni zakatin. Pra ajetet kanë ardhur çfarë? E ka shoqëruar Allahu gjithmonë namazin me zakatin. Së pesti është agjërimi i Ramazanit në mënyrën e saktë dhe ashtu siç ka ardhur në librin e Allahut dhe në sunetin e të dërguarit të tij. Pra shiku gjithmonë thot si kanë ardhur argumentet në Kur'an dhe sunet. Kur'an dhe sunet pse? Sepse pejgamberi si na ka mësuar namazin, thot sallu kama ra'aytumuni usalli. Faluni ashtu si më keni parë të falem. Ose ka thënë për haxhin khudhu ani manasikakum. Merrni prej meje rritet, pra mënyrën e rritjeve tuaja të haxhit dhe të umrës. E njëjta gjë dhe për Ramazanin, Allah lartësuar çfarë thot? Wa kulu washrabu, në fillim ajeti thot kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. U është bërë obligim juve agjërimi, siç u që bërë obligim popullit para jush, ashtu që të arrini devotshmërinë. Pra agjërimi që nga shkaku madh për arritjen e devotshmërisë.
Agjërimi është sekret midis teje dhe Allahut. Dhe thot në hadithin kutsi thuhet çfarë? Kullu amal ibn Adam lah illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Çdo vepër e birit Ademit është për të, përveç agjërimit. Ai është për mua dhe unë shpërblej për të. Dhe thot e lë thot ushqimin dhe pijen dhe dëshirat e tij seksuale për mua thot. Çfarë? Thot vërtet që era e gojës së agjëruesit është më e dashur tek Allahu se aroma e miskut. Pra shish për shpërblimet që dhe agjërimi është muaj i faljes, i mëshirës dhe i çlirimit nga zjarri, dhe kanë thënë dietarët është quhet muaj i durimit, quhet shahru sabr, siç kanë në disa transmetime. Pra kush e shikon që është pak sabërlik, ka pak durim dhe vetë përmbahet pak, le ta agjëroj. Agjërimi do ta edukoj, do ta stërvis. Është shkolla e durimit. Nëse je që nxehesh, që s'ke durim, provo të agjërosh. Përveç Ramazanit shto 3 ditë të bardha në muaj, shto agjërimin e ditës së hënët e inte. Pra agjëro sa të kesh mundësi, ose agjërimin e muajve që kanë vlerë, quhet Ashhur al-Fadila, nga muaji Rexhep që është muaji i shenjtë, nga muaji Shaaban që paraprin Ramazanin, sigurisht agjërimi farsë në Ramazan, pasohet me 6 ditë e Shawalit, pasohet me ditën e 90 të muajit Muharram, dita që Allah shpëtoi Musain dhe popullin e tij nga faraoni, shoqërohet me 10 ditën e parë të muajit Dhulhixha, dhe ke për të parë që ky agjërim çfarë do të stërvizë dhe do të edukojë dhe do të brymoshi tek ty atë që quhet khuluqus sabr, vetin dhe virtyti moral të durimit. Dhe sigurisht agjërimi bëhet përveç farzit më i pëlqyeshëm dhe më i shpërblyer tek të rinjt që nuk kanë mundësi që të martohen, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ya ma'shara shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-sawm fa inna lahu fihi wa salahu fihi waja'. Pra ju të rinj, ju grupe të rinj, kush ka mundësi për jush le të martohet, e kush nuk ka mundësi le të agjëroj, se agjërimi është mburoj për ty. Pra agjërimi çfarë të frenon dhe të ndalon nga paturpsit dhe nga gjunahet. Më pas vjen kryerja e haxhit dhe umrës për atë që ka mundësi për të dyja. E mendimi më i sakt i dietarëve është se e kemi obligim një herë në jetë për atë që ka mundësi, një haxh dhe një umra. Dhe se shtimi dhe pasimi i haxhit me umrën dhe i umrës me haxhin, pra shtimi këtyre dy adhurimeve kaq të mëdha, çfarë janë shkak për pastrimin e robit nga gjunahet edhe për shtimin e pasurisë. Pra haxhi dhe umra dhe pasimi tyre me njëra tjetrën të pastron nga gjunahet dhe shkak për shtimin e pasurisë. Thua çudi, haxhi kushton lek dhe umra kushton lek, po e ka bërë Allahu shkak për pastimin e gjunave, ashtu si zjarri pastron çfarë për pastërtit e metaleve të hekurit, edhe e ka bërë shkak për shtimin e rrezikut të bereqetit. Provoni edhe do të kuptoni këtë urtësi. Dhe thotë shiku, këto shtylla që përmendëm, askush nuk arsyetohet me mosnjohjen, me ignorancën kashtyre, dhe nuk lejohet mangësia dhe neglizhenca kashtyre, sepse janë shtyllat e fesë, buni al-Islamu ala khams. Islami ndërtohet dhe bazohet mbi 5 shtylla. A qëndron në këmbë ndërtesa e një njeriu që ka hedhur atë pa shtylla? Ajo bie, edhe nuk pranohet tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe puna me kërkesa me to thot, sepse robi është musliman me realizimin e tyre dhe me mohimin dhe praktikën e tyre, ai është jo besimtar. Pra tekstet që kanë ardhur për lëndjen e namazit edhe pjesën tjetër të shtyllave të Islamit. Më pas shiku ka vendosur në pikën e 7 el-iman, besimi. Në gjithçka është obligim besimi në to prej bazave të kësaj feje dhe degëzimeve të saj, qofshin ato të përgjithshme apo të detajuara. Pra 6 bazat e imanit. Dhe çka degëzon dhe rrjedh prej tyre, dhe shumë e rëndësishme fokusohen dietarët tek besimi në veçantinë në ditën e llogarisë dhe çfarë ndodh mbas saj për ditën e llogarisë, dita e ringjalljes, dita e daljes nga varret. Pastaj vjen shefaati i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, burimi haudi që jepet atij, pastaj vendosen peshorët, sirati e me radh. Fillojnë dietarët që nga kur vdes robi, besosh që vjen meleku vdekjes, është shoqëruar me melekët e mëshirës,
me mysh dhe me sijariqe, kanë me vete qefine prej xheneti, me parfume prej xheneti, kanë fytyra të bukura dhe i fusin gëzim dhe lumturi dhe del shpirti besimtare sikur del ajo pika nga gryka e shishës, e enës, ose shpirti besimtarit del si ajo rodhja, si ai gjimbashi që ngjitet mbas leshit të deles të lagur, pastaj për besimit në dy melekët që vinë Munker dhe Nakiri e ulin e pyesin ato për tre parimet, kush është Zoti yt, kush është feja jote, kush është i dërguari yt. Pra të gjitha këto shiku, qofshin besimet për çështjet përgjithshme apo të detajuara. Gjithçka që ka ardhur në Kur'an dhe Sunet, nga akidet, nga gjëra që Allah nuk ka obliguar besojmë me to, duhet i besojmë. Është qofshin ato gjëra konkrete pejgamber që kanë ardhur dhe kanë lënë gjurmë në histori, qofshin çështje gajbi, besimin me melekët, besimi Allahu ka vendosur në univers xhinët që janë besimtarë dhe besimtar, besimi pra në jetën e varrit. Në varr ka jetë, ka ose naim, kënaqësi dhe mirësi dhe shpërblim dhe zgjerim varrit dhe tjera bukuri që ka ardhur në hadithe, ose ndëshkim. Dhe nga dita e llogarit derisa aty një banor të xhenetit, xhenet Allah na bëj për tyre banor të zjarrit në zjarr. Sigurisht dita e llogaris çfarë paralajmërohet dhe na ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se ka ato 10 shenjat e mëdha, alamat al-kubra, shenjat e mëdha të afrimit të ditës së llogaris. Pra Allah ka dhënë shenja, duhen besuar pra të gjitha ato dhe kujdes nga ata që hedhin dyshimin to që thonë që ato janë gjëra abstrakte, jo konkrete. Dhe Xheli për shembull thotë shturje, badhe, fesade, tjera, ose Yaxhuj Maxhuj janë armiqtë. Pra kujdes nga ata njerëz që interpretojnë 10 shenjat e mëdha, ato janë konkrete, do të ndodhin vëllezër. Janë të vërteta, Xheli është njeriu i vërtet. Yaxhuj Maxhuj janë njerëz, janë krijesa, janë dy popull, Yaxhuj dhe Maxhuj, zbritja e Isait alayhis salam, e gjitha gjërat që kanë ardhur, dalja e kafshës nga toka. Edhe lindja e diellit nga perëndimi, do të lindi vetëm një ditë. Aty do të vulosen zemrat. Kush ka qenë në iman, edhe kush ka qenë në kufër, dhe s'do bëjmë më dobi veprat dhe punën njerëzve. Pra, deri para asaj dite duhet me bë tobe, duhet pendohemi. Nëse vjen ajo ditë kur dielli lind nga perëndimi, nuk pranohet më tobja. Dhe njerëzit vulosen zemrat me punën që i gjen ajo ditë. Zbatimi dhe realizimi i urdhërimit për mirë, ndalimi nga e keqja. Dhe zhveçoria dalluese dhe përcilësive që Allahu ka veçuar ty me dhe ka përzgjedhur. Mbani mend ajetin e surës Ali Imran. Thotë i lartësuari kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Jeni ummeti më i mirë që kanë përzgjedhur për njerëzimin, urdhëroni të mirë, ndaloni nga e keqja dhe besojnë Allahun. Pra, robi përpara se të merret me urdhërim për ndalim nga e keqja, duhet që ta mësoj kush është e mira dhe ta zbatojë veten e tij, ta mësoj kush është e keqja që të ruhet prej saj, pastaj në varësi të diturisë së tij, mundësisë dhe pozitës shoqërore që ka, urdhëron për të mirë, ndalon nga e keqja dhe sigurisht realizon besimin e pastër në Allahun subhanahu wa taala. Dhe urdhërimi për ndalim nga e keqja, ky është misioni i pejgamberëve të Allahut dhe dërguarve të tij dhe atyre që i pasojnë dhe ndjekin rrugën e tyre prej dietarëve që punojnë me dijen e tyre, që janë të devotshëm, pra salihin e muslihin. Përmirësoj veten e tyre dhe përmirësojnë tjerët, jo sipas rrugës së xhawarizëve të rëshqitur që kanë ekstremizma në këtë gjë, dhe as murxhiave të gabuar dhe devijuar, dhe as sipas rrugës së hizbive bashkëkohor të gjitha grupeve të devijuara. Së nënti përmbushja e thirrjes për tek Allahu, për orientimin e krijesave me urdhëresat e Allahut dhe kuptimin e saktë të fesë Allahut. Mjaftoni me një ajet për të ditur shpërblimin e madh që ka, thotë i lartësuari për thirrjen në fenë Allahut. Thotë: "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani min al-muslimin." E kush është më fjalë mirë se ai që fton tek Allahu, në bën punë të mira dhe thotë un jam prej muslimanëve të dorëzuar në shtorë Allah subhanahu wa taala. Pra do të jesh prej njerëzve më të mirë, më fjalë mirë dhe më i shpërblyer tek Allahu, mëso ftesën dhe davetin dhe fenë e pejgamberëve të pastër të kulluar, zbatoj veten tënde dhe fto në të. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Thuaj kjo është rruga ime, ftoj për tek Allahu. Pra kujdes që mos ftosh për ke vetja jote. Mos ftosh për ke partia jote, ke flamurit, ke hizbit, ke tarikatit, ke grupacionit dhe website-it. Jo, për tek Allahu, pra ti je i sinqert në davetin tënd, duke pasuar rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Keni parasysh hadithin, besoj se kemi bërë bashkë. Hadithi Abdullah ibn Abbasit kur e dërgoi Muadh ibn Jabal, e dërgoi në Yemen, i tha: "O Muadh,
ti do të shkosh tek një popull prej tharëve të librit. Le të jetë gjëja e parë në cilën do t'i ftosh ata, dëshmia se nuk ka të adhuruar tjetër me drejtë për Allahut, dhe se unë Evropi dërguar i tij. Në transmetim, ftesa në veçimin e Allahut. Edhe në fund të këtij hadithi. E 10-ta, përpjekja për të qenë i vërtet, sadik, i sinqert. Dhe sinqeriteti, pra vërtetësia është dy llojes. Ti jesh i vërtet me Allahun në tregtin me të, duke vepruar urdhrat dhe duke braktisur dhe ruajtur nga ndalesat e tij, sepse Allahu i patmeta dhe i përsosur bleu prej besimtarëve shpritrat e tyre. Si çfarë tregtie. Në gjithë, domethënë, jetën e tij, njeriu nuk ka pas ofertë tregtimi më të mirë se sa tregtia me Allahun. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yaqtulun. Vërtet Allahu thotë bleu prej besimtarëve, pra në analypi për tregti, shpirtrat tanë dhe pasurinë tona në këmbim të xhenetit, të luftojnë në rrugt të Allahut, çfarë? Pra vrasin dhe vritën, pra luftohen deri në fund të këtij ajeti, kush është shpërblimi në këmbim të xhenetit, gjerësia të cilit janë qiejt dhe toka. Pra ai që e përmbush këtë ka për Allah shpërblim të bollshëm dhe më tepër se kaq, kush është më tepër se kaq, do të mësoj Allah të shikosh fytyrën e tij fisnike dhe të bukur ditën e llogaris. La ilaha, dhe nuk u është dhënë të banorëve të xhenetit diçka më e bukur se shikimi në fytyrën fisnike të Allahut subhanallahu. Po të shikosh Zotin e botrave që e ke adhuruar pa e parë gjithë jetën tënde. A ka kënaqësi më të madhe, ka bukurim më të madhe? Edhe çfarë Allahu thot, unë thot u kam ndaluar juve zemrimin tim dhe u kam bërë halal pra kënaqësinë time, edhe do të jeni në xhenet të përjetshëm. Dhe aty pasaj në varësi të gradave që të jesh në xhenet, do ta shikosh Allahun ai një herë në ditë, ai një herë në javë, në varësi domethënë se sa afër je me veprat e tua me Allahun subhanahu wa taala. Kurse ai që kthen shpinën, vërtet e ka kundër vetes së tij. Dhe nuk e dëmton Allahun as pak. Pra, tham vërtetësia me Allahun, ti je i vërtet në besimin tënd, tash Allahut i vërtet në zbatimin e urdhërave dhe në ndalesat, dhe gjithçka i ka urdhëruar, dhe ti je i vërtet me njerëzit. Mos ti jesh dy fytyrak, mos ti jesh mashtrues, gënjeshtar, hileqar, dhe mos jesh kur të besojnë amanetet e gjëra, çfarë tu harruash amanetet. Ti përmbush amanet është për cilësisë e besimtarëve. Dhe për cilësi hipokritë është çfarë? Idha u'tumin khan, wa idha hadatha kadhab, wa idha wa'ada akhlaf. Hipokriti kur flet gënjen, kur premton nuk e mban premtimin, dhe kur i lidh një amanet, çfarë e tradhton amanetin. Dhe një transmetim tjetër shtohet çfarë? Wa idha khasama fajr. Do të testosh veten tënde sa besimtari sinqert dhe a ke cilësi prej hipokritit kur të nxehesh. Nxehe një person nga smoja që nxehet, provokohet, edhe shifet domethënë çfarë, kur khaseme, kur grindet dhe nxehet çfarë, a shpërthen, a bëhet gojë prishur, a bëhet harbut, a bëhet gojë liga, shano, aty domethënë shifet që e ka të cilësia apo jo. Dhe kush e ka, të çfarë të punoj për të kundën e saj tham, të punoj për durimin. Dhe ti lutet Allahu çfarë që t'ja përsosi edhe t'ja ndihmoj që ta kuroj domethënë këtë sëmundje nëse ka në moralin e tij. Tham vërtetësia me rob të Allahut, që qofti jesh i vërtet në fjalë me ata kur thua të drejtën, të vërtetën dhe amanetet që ti besojnë çfarë tua ruash. Allahu subhanahu inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allahu urdhëron që amanetet t'ja dorëzoni pra të zotërve të saj. Thotë Ibn Kathiri, amanetet që ke me Allahun t'ja përmbushësh, ti jesh i vërtet, dhe amanetet që ke me njerëzit t'ua përmbushësh dhe t'ua ruash dhe t'ua kthesh mbrapa të pa prekura. Pikë tjetër e rëndësishme që duhet ka besimtari me të që fitojë kënaqësinë e Allahut dhe turpin e zemrës së tij, është vazhdimësia në përmendjen e Allahut. Sipas mënyrës sheriatike, pra jo dhikr bidat, dua bidat të shpikur të thajuara, ose ndoshta ti i bën, po ka mund të ketë shirk në to, mund të ketë kufër në to, mund të ketë teprim në lavdrimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam apo sahabëve apo njerëzve të devotshëm. Jo. Dhikri që ka ardhur në Kur'an dhe në Sunet. Mësojeni atë edhe punoni, mjaftoni me të. Duat kuranore dhe duat profetike. Kur ti kesh e zauruar to, nëse kanë duat hajrit nga sahabët, nga tabiinët, etba tabiinët, ja bashkangjit këtyre duave nga Kurani dhe nga Suneti. E pyeti një person i tha ja Rasulullah, vërtet obligimet e Islamit janë dëgzuar dhe janë shtuar shumë, kishte përshtypjen mbas fazave. Thot më oriento thot tek një vepër të lehtë që të kape mbasaj mos ta lë kurr,
thot gjua jote mos të rreshti se qenuri e njomur dhe lagur me përmendjen e Allahut. Dhe thon dietarët në Kur'an, sasia në vepra dhe në gjëra ka ardhur e nënshmuar, përveç në një gjë, sasia dhe shtimi dhe shumëfishimi i dhikrit Allahut. Çfarë thot? Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ata që përmendin Allahun në këmbë ulur dhe shtrirë, ose thot udhkurullaha dhikran kathira wa sabbihu bukratan wa asila. Përmendeni Allahun dhe përkujtoni atë në mëngjes dhe në mbrëmje. Me përmendje të shumtë dhe madhroheni dhe pastroni nga metat mëngjes dhe mbrëmje. Pra ka ardhur që dhikri i shumt është i dashur tek Allahu subhanahu wa taala dhe është i lehtë për gjuhën. Thot kelimeteni khafifeteni ala lisan, thaqileteni fil mizan, habibateni ila rahman. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi alazim. Je ulur o fol në fjalë të xhairit ose thuaj subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi alazim. Janë të lehta për gjuhën, të rënda në peshore, në mizan dhe të dashur tek Allahu. Pra mos e li kohën bosh. Ose je ulur, astaghfirullah wa atubu ilayh. Po bëni udhtim, shto istighfarin, shto tahlilin, la ilaha illa wahdahu la sharika lah, shto subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wala quwwata illa billah. Rabbi ighfirli. Pra shtoje përmendjen e Allahut subhanahu wa taala dhe dhikri më i madh dhe më i dashur me vlerë tek Allahu subhanahu wa taala është leximi i Kuranit. Prandaj me gjuhën e pejgamberit na kanë lajmëruar se thot nuk them thot elif lam mim thot është një gërm. Thot kush lexon një gërm nga libri i Allahut ka për të thot 10 vepra të mira. Dhe nuk them thot elif lam mim thot është një gërm, por se elif është një gërm, lam është një gërm dhe mim është një gërm. Pra me 3 gërma herë 10 ka 30 sevape. Por sigurisht leximi i Kuranit jo thjesht me gjuhë, ka nevojë për meditim, për sjatje, të cëllohesh dhe të marrësh këshill prej tij. Ta marrësh Kuranin sikur ka zbritur për ty në vetën e parë. Mos thuaj ka zbritur për sa njerëz tjerë, jo ka zbritur për ty o robi Allahut. Çdo urdhres është për ty. Kur thot Allahu ya ayyuhan nas o ju njerëz, që unë jam njeri, jam biri i Ademit, atëherë më drejto ka mua. Kur thot ya ayyuhal ladhina amanu o ju që keni besuar, thoj unë jam besimtar, atëherë më drejto ka Allahu mua. Dhe thua lebejk, ku përgjigja o Zot. Edhe dëgjoj se çfarë të urdhëron Allahu që ta zbatosh, që ti si dashur ai, edhe dëgjoj nga çfarë të ndalon, qorton dhe të kërcënon, që të ruhesh për sa që të shpëtosh. Ka vendosur Shehu pika 12 morali i mirë, i bukur, i përsosur. Duke pasur për shembull të dërguar në Allah sallallahu alaihi wasallam, i cili thot Allahu lartësuar e pastron moralin e tij, thot wa innaka la ala khuluqin azim. Vërtet jo Muhammed ka një moral madhështor. Çfarë? Që gjithçka ka urdhëruar Allahu në Kur'an, pejgamberi sa me ka zbatuar dhe ka realizuar, dhe gjithçka Allahu ka ndaluar në të çfarë ai është ndaluar dhe larguar dhe ka qortuar dhe kërcënuar prej tij. Dhe Allahu lartësuar ka pastruar çfarë? Logjikën e tij thotë: "Ma sahibukum bi majnun." Shoku juaj nuk është i shmendur. Dhe thotë: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Ka për ju në dërguar Allahu çfarë? Një shembull të bukur për të pasuar. Pra atë që beson Allahun dhe ditën e fundit dhe përmend Allahun së shumti. Dhe vetë pejgamberi selam çfarë? Kërkonte ndihmën Allahut në përsosjen e moralit të tij. Thoshte: Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi, ose hasanta khalqi në transmetim fa hasan khuluqi. O Allah, siç e përsosje krijimin tim, përsosje moralin tim. Dhe thotë pejgamberi selam, ai thotë që do të ketë pozitë dhe vend më të afërt me mua ditën e llogarisë dhe grada më të larta dhe do të jetë i rënd në peshore për jush, është ai thotë që ka moralin e bukur dhe të mirë. Dhe thotë vërtet robi nëpërmjet moralit të bukur dhe të mirë arrin gradat e agjëruesit ditën dhe atij që falet natën. Pra nëse ti nuk ke mundësi ta shtosh agjërimin ditën nafile dhe namazin natës që është nafile, ama ke mundësi që të luftosh bësh xhihad me nefsin tat, që të pajisesh me virtytet morale të bukura, i gjen në Kur'an, në Sunet dhe në jetën e pejgamberëve dhe në jetën e sahabëve dhe njerëzve të devotshëm që na kanë paraprir, ashtu që çfarë ti të përnjësosh me ta. Se thot dikush, këta janë njerëz si përzgjedhja Allahu. I themi fjalën e poetit që thot: "Fatashabbahu in lam takunu mithlahum, in tashabbaha bil kirami falahun." Thot përnjësoni nëse nuk bëni dot si ata, përnjësimi me fesnikët është shpëtimi. Do të shpëtosh, përnjëso me njerëz të mirë. Respektimi i prindërve, birrul walidain. Gjatë jetës së tyre dhe mbas vdekjes së tyre. Në zbatim të urdhit të Allahut lartësuar, i cili thot waqfid lahuma janaha dhulli min ar-rahma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Thot shtri për ta krahun e përuljes me mëshirë, pra të bindesh prindërve, mos bësh kryenesha i pabindur
dhe lutu për ta, thuaj, Zot, fali ata ashtu siç u përkujdesën për mua kur isha i vogël. Mban më vendet ta dhe të vogël? Kush u përkujdes për ti? Nana dhe baba, tani ti u rrites, keme nevojë për ta. Edhe thonë dietarët, edhe nëse lartë qoftë prindit i ke 2 idhujtar dhe të ftojnë në shirk, çfarë thotë i lartësuari? Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. E nëse ata të sforcojnë ty që të mbësh më ortak në adhurim, gjë për cilën unë nuk të kam zbritur pra argument dhe dituri për të, fala tutihuma, thotë, mos ju bind atyre të dyve, thotë. Thotë wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Ama shoqëro dhe bashkëto me ta në dynja me mirësi. Qoftë edhe nëse prindit i ka 2 besimtar, 2 idhujtar, nuk bie drejta e tyre mbi ty pra tek Allahu subhanahu wa taala. Ka hadithi Ibn Mesudit që dëgjuam, u pyet cila është vepra më e dashur tek Allahu, tha namazi kohën e duhur, tha po më pas tha respektimi i prindërve, po më pas tha xhihadi rrugt të Allahut. Pra vendosi namazin e drejta e Allahut, pastaj e drejta e prindërve, pastaj e drejta që luftosh në rrugën e Allahut subhanahu wa taala për të mbrojtur fenë e tij dhe për të mbrojtur jetën, gjakun dhe nderin e muslimanëve. Pika tjetër është silatur rahim, mbajtja e lidhjeve farefisnore, bamirësia kashit tyre, qofshin ata meshkuj apo femra, sepse vërtet ajo është prej cilësive më të larta të besimtarëve. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Sil men qata'ak." Mbaj lidhjet me atë që i ka ndërprer me ty. Që me ata që i mbajnë lidhjet me ne dhe bamirës ka qenë prej fisit ton, është e kollaj, gjithë i mbajnë, thotë, mbaj lidhjet ose thotë, sil men qata'ak. Ai që ka ndërprer lidhje me ty, ti mbaj lidhje me të. Themi ne, po, na është zgjeruar fisi dhe janë allakatën nëpër botë, qoftë edhe me i telefonat, qoftë edhe duke pyetur për ta. Si është filani, është mirë, Zoti e rujt, Allahu begatoft, pyet për shëndetin, pyet. Dhe nëse ke pasaj mundësi që ke mos ekonomike të tepron diçka nga pasuria jote, pra bëju bamirësi, bëju sadaka, bëju dhurata, gjithmonë duke kërkuar kënaqësinë e Allahut dhe duke shpresuar që mban lidhje farefisnore, që është për obligime fetare dhe vepra të dashura tek Allahu, dhe ti ftosh në Islam ti thua shife, këto i kam sepse Islami më urdhëron me këtë gjë, Allahu më urdhëron me këtë gjë. Dhe ti shpreson në këtë vepër ti ftosh kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Allahu në Rasul kur i thon besimtarët thotë: "Walladhina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum yakhafuna su'al hisab." Ka bërë bashkë të tërësitë e besimtarët thotë, dhe ata që mbajnë lidhjet familjare, që ka urdhëruar Allahu të mbahen dhe të ruan, dhe që kanë frikë Zotin e tyre dhe i friksojnë llogarisë së rëndë dhe të vështirë ditën e llogarisë. Pra shpresojnë me këtë vepër, çfarë? Ti mëshiroj Allahu dhe ti fali. Në hadithin kutsi, çfarë ka ardhur? Hadithi i bukur i çuditshëm thotë, sepse ar-rahim farefisi është mushtakun, është i rrjedh nga emri çfarë? Ar-Rahman, i gjithë mëshirshmi. Dhe thot pejgamberi selam, lidhjet farefisnore thot janë të kapura për ashin, për janë të lidhura mbas ashit. Dhe thon, o Allah, ai që i mban lidhje farefisnore, çfarë vazhdoi ti mëshirë, bereqetin, falën kashit ti. Dhe ai që i ndërpret lidhje farefisnore, çfarë? Ti ndërpritet çfarë? Bereqetin, mëshirën, falën dhe udhëzimin dhe ruajtjen e tij, shpërblimin e tij. Pra luten çfarë? Marrëdhëniet farefisnore të cilat janë të kapura për ashin e Rahmanit, luten me këto 2 dua. Pra shifet cilën në këto dua ti dëshiron për veten tënde që të përfitosh nga lidhjet farefisnore. Dhe thotë pejgamberi selam çfarë? Ai që dëshiron që të zgjatet jeta dhe të shtohet bereqeti, le ti mbaj dhe ti ruaj dhe ti vazhdoj lidhjet farefisnore. Më pas thot respektimi i fesë islame me të cilën Allahu është i kënaqur për njerëzit. Pra Allahu thot: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Sot e plotësova për ju fen time. Wa atmamtu alaykum ni'mati, dhe përsosa dhuntin time mbi ju, wa raditu lakum al-islam dinan. Ju zgjodha dhe kënaqa, pra u pëlqeva Islami si fe për ju. Dhe thot: "Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbal minhu." Ai që kërkon fe tjetër që ta afrohet me atë tek Allahu nuk do të pranohet prej tij. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Në botën tjetër është për të shkatruarve. Thot: "Inna ad-dina 'inda Allahi al-islam." Feja pranohet tek Allahu është Islami. Si arrihet respektimi i fesë islame, thot duke lejuar atë që Allahu ka lejuar dhe dërguari i tij, dhe ndalimi nga ajo që Allah dhe dërguari i tij na ka ndaluar, pra të mundohesh të zbatosh të gjitha dispozitat e bukura të përsosat të kësaj feje. Gjë që ka nevojë çfarë për dituri, ta mësosh për Islamin në tërësi, që ta zbatosh në tërësi. Si thotë Lartësuari: "Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati shaytan,
innahu lakum aduwwun mubin. O ju që keni besuar, hyni në Islam të rësisht, jo pjesërisht. Thosh jam dhe pak musliman, e fal në namaz, jo? Kur e pranon Islamin që bën shahadetin, do të ndosh ta mësosh gjithë Islamin dhe pastaj të zbatosh, inshallah brenda mosit brenda takalitat. Më shumë dije ke, e më mirë zbaton Islamin. Prandaj e thuaj, kërkoj Allahu dije dhe kërkoj të dëshirë dhe dashuri që këtë Islam ta mësosh dhe ta zbatosh. Pra ta bëj Allahu të dashur zbatimin e Islamit. Ta bëj të ëmbël. Pra të jetosh për këtë Islam dhe jo të jetosh në kurisë të Islamit. Dhe thot shihu, pra me zbatimin e gjitha dispozitave të Islamit në adhurime, marrëdhënie ndërnjerëzore, në moral, në sjellje të mirë, më pas duke thirrur në këtë Islam dhe duke shpjeguar njerëzve mirësitë e tij dhe duke qartësuar vlerat dhe objektivat e këtij Islami. Duke i marrë për dorë thot me ndjeletët. E sa me ndjelet kemi ne, që në familjet tona, gra, fëmijë, nana, babë që s'na kuptojnë nga njerëz, që s'janë të udhëzuar. Të mangëta në logjikë dhe në fe, të mashtruara nga mediat, nga social mediat, nga realiteti, nga luksi, nga jeta dynjas. Allah lësot thot, o me l'hajatu dunja illa me ta l'ghurur. Jeta dynjas nuk është vetëm një kënaqësi mashtruese, është e përkohshme. Të saridikosh, të kapesh mbas përkohshme se të rësh të përjeshme. Po lezo përshkrimet që i bën xheneteve. Dynjas vetëm kaq thot, me ta l'ghurur. Kënaqësi mashtruese, e përkohshme. Kur fillon që flet për xhenetet, pastaj faqe të tëra, sure të tëra flasin për xhenetet e larta. Pra të mbasësh përjetësinë për ditë të caktuara të numëruara thëm në dynja, Allahu na ruaj. Pra duke i marrë për dorë mendjeletit dhe neglizhentët, të cilët bien në sharrin e kësaj feje, tallen me të dhe me pasuesit e saj, duke i qortuar ashtë për ata, ose që t'i kthehen udhëzimit dhe të kthehen tek Zoti i tyre, ose të marrin dënimin e merituar mbi atë që e braktis fen e tij, dhe blen devijimin me udhëzim, dëshkimin me falje, si mund t'i durojnë ata zjarrit të xhenemit? Askush nuk ka takat të rezistoj. 16 thot durimi i bukur, sabrun xhamil, i cili konsiderohet cilësia më e lartë prej cilësive të përsosur besimtarëve. Me ta arrin objektivat e larta, zgjidhen problemet e vështira. Të dërguarit isnin dhe pejgamberët e mëdhenj nuk patën sukses në thirrjen e popujve të tyre për tek Allahu, vetëm se nëpërmjet sabrit, durimit, nuk arritën dëshmorët, shahidët, gradën e shahidllëgut dhe mirësitë të shumta tek Zoti i tyre, vetëm se nëpërmjet durimit, ka shi armiku në betejë. Nuk e arritën njerëzit me ambicie të larta dhe me qëllime fisnike, objektiva dhe kërkesat e tyre, si të kënaqësinë e Zotit të tyre, vetëm se me durim, ka shi asaj që përballen me ta në rrugt të Allahut dhe me ndjenjen e ndihmës dhe mbështetjes së Allahut për ta. Thot Allahu i Lartësuar, inna Allaha ma sabirin. Vërtet Allah është me durimtarët. Ose i thot pejgamberit, fasbiru ma sabruka illa billah. Bëj durim dhe durimi yt të jetë vetëm për Allahun. Pa jo të bësh durim se s'ke çfarë të bësh. Të bësh durim për Allahun. Ke mundësi t'ia kthesh atij që t'ka bërë dëm me një monedh, ke takat, ke burni, ke gjitha forse me radh, por se e fal frit Allahu Lartësuar. Pejgamberi selam kur e gjakosën në Taif, çfarë tha? Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. O Allah falë popullit tim sa ata nuk dinë se ç'bëjnë. Ose tha Allahu mëshiroj vllajin tim Musain, u sprovua dhe u dëmtua më tepër se kaq, dhe i bëri durim. Pra i kujtoi vetes që si duroi Musa alayhis salam me ben Israilit, Ershan, e pitetuan e meradhën e poshtruan, ai bëri durim më vënë që më jep dhe më durim Allah, siç bën durim pejgamberët përpara meje. Më pas ka ardhur përmbushja e amanetit. Amaneti është si sidku, është dy llojesh. Amaneti me Allahun, amanet me Allahun kemi si thonë Muhabesi, fen e tij, shariatin e tij dhe obligimet që na ka ngarkuar. Kush amaneti me njerëzit e përmend në shpari këtë cilësi të besimtarit, çfarë? Që kur të lihet një amanet, qoftë ai sekret, qoftë ai nder, pasuri me radh, jetë njerëzish mos e tradh amanetin. La ilaha illallah. Allah Lartësuar çfarë thot? Ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. O që keni besuar, mos e tradhtoni Allahun dhe dërguarin e tij, duke tradhtuar amanetin, edhe ju e dini, pra e bëni me vetdije këtë gjë. Kujdes ke amanet me Allahun, ke amanet me selam që ta besosh e ta pasosh, e ta ndihmosh e ta duash, e ta afrosh tek Allahu siç me adhurimet e tija, edhe pastaj ke amanet me njerëzit.
I ke amanet, gruan, fëmijët, ku anfusakum ahlikum naran. Ruani dhe shpërni vetë tuaj, familjet tuaj prej zjarri. Gruaja është mundi lehtë, fëmijët duan me ripërdore. Jo se hynte mundi lehtë të mashtorit e me radhë të hutuarit. Me ripërdore që shpesh nga zjarri, do të pyetesh për ta. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Prandaj mos kërko ti të bëhesh prisi popullit me radhë se nëse atë amanetin e vogël atë mbretërin tatë të vogël, gruan dhe fëmijët, domethënë nuk i sjell dot binare, nuk i sjell dot. Pse kërkon ti të bëhesh kryetar bashkie, të kryeshtar shtetit, të bëhesh pris? Fillo me veten tatë të shpesh pris zjarrit dhe me gruan dhe me fëmijët, e ke amanet. Thotë të gjithë jeni barin dhe të gjithë jeni përgjegjës për kopën tuaj. Do të pyetesh për gruan dhe për fëmijët. Edhe gruaja do të pyetet për si është kujdesur për shtëpinë dhe për fëmijët e saj. Dhënia e këshillës për Allahut, këtë që po bëjmë sot. Sot po ja neve nesër presim në këshill nga ju. Dhënia e këshillës për Allahut në zbatimin e urdhrave të tij dhe largimin nga ndaleset e tij. Thot Allahu Ashvar, "Wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin." Me çfarë nisëm ligjëratën? Pra përkujto, sepse edhe këshillo se vërtet këshilla dhe përkujtimi bën dobi besimtarve. Dhe pejgamberi selam ka hadith i gjatë, çfarë thot? Ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha. Feja është këshilla, feja është këshilla, feja është këshilla. Pra gjithë thënë e kufizoj ke këshilla. Por se këshilla çfarë jepet? Wa tawasa bil haqq wa tawasa bis sabr. Pra u këshilluan mes tyre me vërtetën dhe u këshilluan mes tyre për durim. Pika 20 që ka vendosur shihu, pa ju lodhur, po t'i mbarojmë inshallah, është shtimi i përmendjes së asaj që i prish gjitha kënaqësitë dhe lezetet. Kush është? Vdekja. Pejgamberi sa çfarë thot? Akthiru thot min dhikra hadhi min ladhat. Shtojini përmendjen e asaj që i prish të gjitha kënaqësitë. Ta është vdekja. Vdekja kur kujtohet tek ai që i ka pak, ja shtoni duket që ka shumë, krahasim atë vdekurit. Dhe kur kujtohet tek ai që ka shumë, ja paksoni duket që kur ka pak, sepse po kujtojnë që së shpejti do t'i lejnë në dynja ato që ka grumbulluar dhe do t'i japi llogari për ata. Ku e fitove të pasurit dhe si e shpenzove. Në ato pejgamberi sa çfarë thot? Unë pa të ndaluar thot nga vizitimi dhe vizita e varrezave. Përkundrazi vizitojnë ato, se ato ju përkujtojnë vdekjen. Në transmetim ato ju përkujtojnë ahiretin. E shikon që të ka ra besimi? Dy vende. Shko vizito varrezat, që të marrësh mësim, dhe shko vizito të smurët, ata që janë në gjendje të rëndë, që të kuptosh domethënë që me sa begatit ka kulmuar të ka begatur Allahu. Pra do ka mbet pa lekë në xhep. Shko shikoj ata që janë me smundje të rënda, me kancer, me radhë, edhe kupton domethënë që sa i pasur jeti dhe kupton që ti ke pasurinë e jetës që ta shfrytëzosh jetën tënde. Që të fitosh xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, dhe je i pasur. Pra ta falënderosh Allahun dhe ti bësh shqyrjen dhe hysmetin këtij Islami më tonë. Të madh, në cilin Allahu të ka udhëzuar, të ka begatuar. Me të dhe ti lutesh Allahu shpar që të japi përfundim të mirë të Islam. Kjo është dhelike huwal fawzul adhim. Fitoria madhështore është desësh në Islam, nuk është desësh i pasur me prona, me sa miliona në bankë, ke lënë gronë dhe fëmijë duke lënë miliona. Jo. O ke lënë trashëgimi të madhe. Jo, nuk i ke shtu nga zjarri. Nuk ke lënë asgjë. Allah lëshua çfarë thot në Kur'anin Vesnik. Thot wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alayhim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Thot mos të friksohen thot ata që lënë mbas tyre familjarë të dobët dhe të vobekët për cilët shqetësohen për ta thot. Le të friksojnë Allahut dhe thon fjalë të goditura të vërteta. Pra do di që Allahu ta ruaj gruan dhe fëmijët mbas teje, nuk thot leru miliona, leri të pasur, leri trashëgimira, leru prona, leru jo biznese, jo. Kush është trashëgimia më e mirë që lë fëmijëve? Është devotshmëria jote, edhe gjatë jetës së ke thënë fjalë të drejta, fjalë të goditura, fjalë të qelluara. Allah lëshua çfarë thon surën Kehf për ata dy jetimat. U amma çfarë thot? Sa i përket murit, ishte pronë 2 jetimve nga qyteti. Dhe babai i tyre ishte i devotshëm. Pra jeti kishte qenë i devotshëm, Allahu ja ruajti trashëgimin 2 jetimve. Poshtë atij murit që ngriti Khidri alayhis salam. Me devotshmërinë e tjadit i ruajti Allahu çfarë? Jetimet dhe pasurinë e jetimëve. Pra do që Allahu ta ruaj gruan dhe fëmijët e tu mbas vdekjes tate, i devotshëm ka Allahut dhe thuaj fjalë të drejta që Allahu i pëlqen dhe kënaqet me to. Tjetra e përmendi që jo se është për të vendosur nga fundi, por se është në fillim të këtyre mbas tauhidit dhe është ikhlasi. Pra sinqeriteti për Allahun në të gjitha punët prej fjalëve,
veprave dhe bidjeve dhe adhurimeve, duke kërkuar me to ftyrën e Allahut dhe për të arritur kënaqësinë e tij, duke i vepruar ato sipas sunetit të dërguarit të tij alayhi salatu wasalam, dhe ai që dëshiron të shihë më shumë detaje Allahu akbar. Mbi këtë temë le të thellohet në leximin e librit të Allahut, pra do thotë këto pika unë nuk i solla nga vetja, nga mendja nga xhepim. Le të thellohet në leximin e librit të Allahut dhe në studimin e sunetit të pastër të dërguarit të tij, sepse në atë ka sqarim thot për çdo gjë. Dhe Allahu lartësuar e ka bashkangjitur sunetin e saktë librit të tij, pse? Sepse që të dyja vijnë nga njëjti burim, pra janë të dyja shpallje dhe që të dyja e plotësojnë edhe e kompletojnë dhe sqarojnë më së miri njëri tjetrin. Thot Allah lartësuar mbi mirësinë e dërgimit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të tij thot: "Wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin." Që të mësoj atyre librin dhe urtësinë, pra dhe sunetin, edhe pse ata më parë ishin në një devijim të qartë. Pra rob të Allahut, e përmend shehu, e mbyll me hadithin me ajetin e bukur që thot: "Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun." Si me çfarë thot khitamu misk, e mbyll me misk thot shehu duke thënë, po përkujtoj thot me fen Allahu i cili thot: "Rob të Allahut, vërtet Allahu urdhron për drejtësi, mirësi dhe shpenzim për të afërmit dhe familjarët dhe ndalon nga imoraliteti, pra patpërsia, veprat e shëmtuara dhe dhuna, ai këshillon ashtu që të përkujtoheni." Dhe e mbyllim me fjalën e Allahut i cili thot në surën Qaf: "Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid." Në këto ka përkujtim dhe këshill për atë që ka zemër dhe ka hedhur dëgjimin dhe është dëshmitar. Allahu na bëf dobi me këtë mësim, na bëf për atyre që dëgjojnë fjalët dhe pasojnë ata me përpëzmëri. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barakallahu fikum.